Lorenzo Filippi, moderojnë Filippi si takim. Mirë, shumë mirë. Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zoti Sali Berisha, kryetari i opozitës, i nderuar zoti Vuksani, i nderuar zoti Edi, dhe të nderuar të gjithë ju eksportues sot që keni lanë punë të juja dhe keni ardhur për të bashkuar këtij takimi shumë të rëndësishëm sot me kryetarin e opozitës, njëkohësisht dhe për ju grumullues që vini që nga Përmeti, që nga ka që është fashur sidomos këto 4 vitet e fundit, neve na ka dhënë disa goditje njëna mas tjetrës dhe ka qenë fal investimeve, mundit, të djersës, sakrificave, të individit, të grumulluesit, të fermerit, të eksportuesit, që ka mujtë t'ja dalë që industria jonë mos ta lëmë të rënohet, por të vazhdojë të majni stabilitet. Besoj të dalin gjatë konferencës, gjatë takimit, por problematika që ne kemi sot është rendimenti i ulët, si që dini edhe ju, fuqia punëtore që tashmë mungon fabrikat tona, por dhe ikja njerëzve nga zonat rurale drejt zonave urbane dhe aq më keq kur kalojnë kufirën ikun në migracion, i ka bën një pjesë të fshatrave tona tashmë të kthehemi si gërmadh, por duhet të theksoj dhe për çfarë po kërkojmë dhe ne. Është që në ato zona ku kanë metat ata 10 banor, aty që 3 merren me bimë mjekësore, unë të doja dhe do i kërkoj kryetarit e opozitës që nesër në ardhin në pushtet ta vlerësoj edhe të jetë i njohur që është shumë e rëndësishme, jo nga vlera shumë e madhe që kryjmë në eksporte, por ka 5 fishën e vlerave tjera, sepse ne japim punësim, japim para aty në njerëzve të cilët nuk kanë mundësi tjetër në të zona, është vetmja mundësi bimet mjekësore. Ne shtimi i taksës e 10% tashmë që jep një tjetër goditje industrison nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se është ndaluar për 3 muaj dhe po diskutohet, vjen një goditje tjera dhe ne kemi kërkuar dhe qeverisë që është sot, por dhe qeverisë në dalin nesër pas 12 majit, që në mënyrë të menjëhershme duhet që të kryet subvencionim drejt për fermerin dhe të kthehet minimumit 10% ribursimi i TVSH-s. Ne pavarësisht taksa 10%, që duket pak e privilegjuar nga Amerika, nuk jemi, pasi Maqedonia, si që dini, shoh dhe Kosova, por dhe Serbia, kanë subvencione mjaft mëdhaja. Unë do thoja që pavarësisht një pjesë e fermerëve që kanë rritë morën subvencionim, por ka nga ata që kemi dhe më të sallë, të cilët kanë aplikuar disa herë dhe nuk kanë rritur dot të marrën. Kësaj mendoj se do të jepet fund që nuk ka nevojë të njohin një deputet apo të njohin një ministër. Sektorit të bimëve aromatike e të rovajore të vendit. I dashur zoti Filip, i dashur Gjok, dashur Eduard dhe Hasan, Spari ju përshëndes shumë përzemërsisht ju dhe të gjithë fermerët, grumulluesit, përpunuesit, eksportuesit të bimëve mjekësore, bimëve etërvajore të Shqipërisë. Shpreh vlerësimin tim më të madh për punën që ju bëni. Kontributin shumë të çmuar që jepni në ekonominë e këtij vendi. Shqipëria është ndofta për sipërfaqe kilometër katror vendi më i pasur që mund të ekzistojë në florën, në bimësinë e saj, biodiversitetin e saj. Shqipëria ka një pasuri shumë të madhe tek
në bimt eterovajore, bimt mjekësore, aromatike, që kanë një treg të pashtershëm, të garantuar, dhe që nuk ka patur mbështetjen e duhur nga shteti. Është injorua në një mënyrë ose në një tjetër. Përveç kësaj, këtij sektori, që është sektor eksporti, këto vitet e fundit i ka ndodhur dhe një goditje shumë e rëndë nga narko euro. Sepse ju jeni sektor eksporti dhe natyrisht transaksionet janë në dollar dhe euro. Krijimi i narko euros zhvlerësimi i saj nga euro e bimëve helmose, drogave, ka bërë që me qindra e qindra, si përmarrje eksporti, të falimentojnë. Dhe me 10.000 shqiptar të humbasin vendet e punës. Ne në projektin tonë për Shqipërinë madhështore, ne konsiderojmë sektorin e bujqësisë një sektor të rëndësisë parësore për realizimin e këtij projekti. Dhe jemi zotuar për një përmbysje të plot të sistemit aktual, të qëndrimit të këtij sistemi ndaj bujqësisë, blegtorisë dhe të gjithë kësaj fushë bimëve aromatike, bimëve eterovajore. Ne do të dyfishojmë buxhetin për këtë sektor dhe do të 4 ose 5 fishojmë subvencionin për fermerët. Do të subvencionojmë çdo hektar të mbjell, pra çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagti dhe çdo fidan të mbjellur. Për ju, si sektor i veçantë, do të subvencionojmë çdo përpjekje tuaj për mbledhje, për kultivimin, për mbledhjen, për grumbullimin, për përpunimin dhe për eksportin. Ju garantoj se do të jetë një sektor me përparësi absolute. Kjo përputhet 100% me filozofinë dorë Made in Albania, prodhimi shqiptar. Sepse ne këtë Made in Albania e konsiderojmë leven e Arkimedit për të rritë rrogat, për të rritë pensionet, për të begatuar familjet, për të rritë prodhimin, për të konsoliduar ekonominë. Si ekonomi prodhuese, ne
shpallim prodhimin dhe vetëm prodhimin si udhëheqës të ekonomisë sonë. Si udhëheqës të ekonomisë sonë. Ekonomia ka disa sektor, por ne duam të udhëhiqet nga prodhimi. Sepse Shqipëria ka mundësi, siç e dini ju, të jashtëzakonshme prodhimi. Dhe prodhimi po bie prej disa vitesh. Po bie. Janë krijuar mangësi shumë të mëdha me krah pune. Ikni, u thoshte ky narkodiktatori, që siç keni ndëgjuar ju, nuk ka shqipruar njerë fjalën shërbel, po ka shqipruar me qindra e mijëra herë fjalën kanabis. I ka mbet shpirtin drogë të zilët. Pa çka se droga është shkatrim. Droga është rënim. Droga merr jetë. Droga shkatron shëndet, shkatron familje, shkatron kombë. Dhe ky, që kur ka ardhur në pushtet, s'ka fol një herë për ullit, s'ka fol një herë për vreshtën, s'ka fol një herë për mollët, për arrat, për gështejat, s'ka fol kur për bimë mjekësore, për bimë aromatike. Bime e vetme mjekësore për të, bime e vetme aromatike për narkodiktatorin është droga. Dhe cili do që do të njohë tjetrin, do të gjykoj nga fjalori nga ato që flet. Nuk i nxjerr dot goja dhe shpirti fjalë tjetër përveç kanabisit. Imagjinoni ju am tonë. Në një kohë kur ne kemi bimë të mrekullueshme. Ne prodhimet më të famshme tona janë prodhimet e bimëve aromatike, janë bimë aromatike dhe heterovajore. Më të pëlqyerat, më të preferuarat në tregjet ndërkombëtare. Kjo ne kupton që ne këtij sektori do t'i vëmë një rëndësi shumë të madhe. Thash, do subvencionohet fuqishëm. I gjithë procesi, gjerë në eksport, do krijohen lehtësi të mëdha logjistike, të grumbullimit të këtyre bimëve. Do krijohen lehtësi të mëdha për industrinë e përpunimit të tyre në vend. E shtruhet çështja e tarifave, shumë e drejtë. Cili është qëndrimi ynë ndaj tarifave? Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për 0 tarifa. Ne do i vendosim 0 tarifa me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet dhe ne me 0 tarifa dhe ju të përfitoni. Por të supozojmë se qeveria amerikane për arsye të veta nuk adapton këtë, ne do kompensojmë ju plotësisht tarifën e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni. Ne, po absolutisht, ne do bëjmë gjithçka me grante, siç thash, për çdo njësi prodhimi. Dhe ato nuk do t'i merrni ju mbi bazën e burokracisë, me dokumentacionat më të thjeshta. Ju do merrni të gjithë mbështetjen bazuar në faturat që shqisni, bazuar në dokumentat që mbillni, bazuar në punën që harxhoni në proceset e trajtimit të këtij sektori.
Shqipëria ka patur dhe ka institucione në këtë sektor, por ne do fuqizojmë krahas studimeve për bimt frutore, bimt e arave, krahas studimeve për bimt arrore, bimt e tjera, ne do të fuqizojmë shumë sektorin e studimeve të bimëve aromatike. Do të stimulojmë, do të angazhojmë forcat më të mira. Ekspertizën shkencore më të mirë në këtë sektor. Kudo e tha buku, kudo Shqipëria është me një pasuri të madhe natyrore në këto bimë. Kredi të buta, në të cilat qeveria do mbuloj 80% interesit, do ofrohen për ju, si pas sektorve. Për të gjithë proceset që nevojiten në këtë fushë. Ne duam ta bëjmë sektorin e bimëve etrovajore, ta shumë fishojmë në prodhim, në të ardhura, në punësim, në eksport. Ju keni bërë shumë dhe e keni bërë pa ndonjë ndihmë, pa ndihmën që meritoni. Injorimi juaj dhe injorimi në tërësi e eksportit nga kjo qeveri i ka kushtuar vendit një çmim më të shtretin, më të rëndin, çpunësim dhe largim të shqiptarëve nga Shqipëria. Ne do kemi një politikë shumë të vendosur për popullimin dhe ripopullimin e Shqipërisë. Ne do bëjmë gjithçka që ata që u larguan dhe që në të shumtën punojnë sektor bujësie, të kthehen të punojnë sektor bujësie në Shqipëri. Tu krijojmë ato subvencione, ato kushte që kanë në vendet ku punojnë, të vinë dhe të derdhin djersën e tyre në këtë vend, të ndërtojnë ëndrrën e tyre në këtë vend. Do përpiqemi të mbështesim edhe sezonalitetin. Sot, një punëtor sezonal është një punëtor shumë i pasigurt. Qoftë në sektorin tuaj, qoftë në turizëm, qoftë në çdo fushë. Shteti në bashkëpunim me ju do vendos disa paga bazë në mënyrë që punëtorët në periudhën që nuk kanë punë të marrin një shpërblim, një pagë bazë, të marrin minimumin jetik të azam ose edhe më shumë dhe të mos largohen, por të qëndrojnë për të pritë sezonin dhe për të pritë kohën e punës. Pra, me të gjitha këto, desha tu siguroj se nga një sektor i injoruar, por nuk jeni vetëm ju, është në tërësi bujësia. Dhe çfarë alternative ofron Edi Rama? E ndigjohet vetë.
alternativën e një fermeri i cili i thot se prodhimi mu kalb prodhimi, nuk e shita dot, se ferma me falimentoj, por unë do të votoj ty. Jo, kjo është me zë dhe figurë. Pra, Edi Rama ofron alternativ më të keqen që mund të ofroj njeri, ofron shplarjen e trurit të njeriut, që përbën dhe fatkeqësinë më të madhe njerëzore. Që moment që ne që kemi kaluar diktaturën komuniste e dim se çfarë do të thotë, ne nuk e kemi akoma të freskë në një farë mënyrë kur ne rrëzuam bustin e shtatorin e Enver Hoxhës, diktatorit më të keq të gjitha kohërave, po u gjetën qindra mira që rrëmbyen armët për të ardhur për të ne vendosur prapë shtatorin. Po ajo ishte shplarje truri. Edhe ajo s'do të ndodhë kurrë. Alternative e Edi Ramës pra për fermerin, për bujqësinë, ishte kjo, më votoni pavarësisht nga falimentimi, pavarësisht nga injorimi që u kam bërë, pavarësisht nga dënimi që u kam bërë, se Edi Rama, prodhimin bujqësor, blektoral, e ndërshkoj me Ballkanin e hapur. Hapi kufit që se bën asnjë vend në botë, e bëri si argati Vučićit, në një kohë kur zotëria e tij i financon bujqit fermerët në Shumadi apo në Banat apo në gjithë Serbinë 8 herë më shumë se sa Edi Rama. 8 herë. Atëherë hajde bëjmë garë. Unë 1 ti 8. Çfarë gare bëhet këtu? Ti 8 hapa para, atje unë e nis këtu. S'ka garë këtu. Dhe ndaj fermerët falimentuan, rriti çmimet e inputeve, Myzeqeja ka therë 35.000 lopë race. Më falni, ka patur 35.000 lopë race, më falni. 35.000 lopë race. I ka therë gjysmën. Pse? Sepse dengu i barit u bë shumë në shtresë se kilja qumshtit. Iku pastaj, se madaj, ata njerëz punëtor dhe njerëz që u orientuan vetë-vetiu, e panë që me qumshtin fitonin më shumë. Dhe e profilizuan shumë bukur vetën e tyre. Dhe ky mori u hapi kufirin, vuri ligjin, votoi ligjin për të futur qumshtin pluhur pa taksa. A mund të imagjinoni ta bëjë njëri, a ka akt më shkatrues për prodhues të qumshtit në Shqipëri? Dhe tani shqiptarët blen djathë të bërë me qumsht pluhur. Po, ai e legitimoi. Kështu që këto, por ai e bazon të gjithë qëndrimin ndaj fermerëve në shplarjen e trurit. Mu kalë prodhimi e hodha në kanal, s'ma bleu njeri, po prapë ty do të votoj. Po mirë, ti votoje, po ti ke një përgjegjësi për fëmijët tu. Ti ke një përgjegjësi për niprat mbesat tuaja. Ti ke një përgjegjësi për atë komunitet ku jeton. Dhe kur e shef që njerëzit pikërisht se ti kalë prodhimin ikin, se s'kan që të bëjnë, si mundet
ti premtosh votën një njeriu si ai, që dhe njëherë i them atij fermerit të nderuar, fatkeq, i them se ke ndëgjuar ndonjëherë të thot njëherë të vetme patate, moll apo grosh, jo, kanabis dhe vetëm kanabis. Po që të lidhë ty me të atër, si mundet? Normalisht, njëri që jeton me nder, me punë e djersën e ti, si që jetojnë fermerët, nuk mund të kenë armik me tegër se sa këtë njëri. Unë kam besim të madh që me 11 maj, fermerët shqiptarë do t'jenë masiv në votën e tyre për fermën madhështore, për bujqësinë madhështore, për Shqipërinë madhështore. Faleminderit shumë. Atëherë, profesor doktor Berisha, doja që të një prezentim vetëm të shkurtër të eksportuesve që janë sot në këtë sallë, duke filluar me Meja Koplik me zotin Emiliano Skuraj, me Herba Fruta nga Elbasani, me Qibuku nga Korça, me Auronia nga Elbasani, me Gurra Tepelin, me Gjedra Berat, me Relikaj në Koplik, dhe Qela Herbal që është dhe një pjesë e madhe sot e grumulluesve që janë për gjitha rrethet e shumicat vendet tonë. Unë mendoj që kush do fjalën që pa përsëritur do që kemi shumë halle e shumë probleme që janë, por ne mendojmë që në rast se dhe gjysma e premtimeve që Partia Demokratike tashmë ka me një program qartë dhe arrit të konkretizoj dhe të vinë njëhem fermerve, të individve, por dhe të eksportuesve, do t'jemi shumë të lumtur dhe ndërkohë do qojmë eksportit nga afro $60 milion sot, të arrim që për 4 vite të shkojnë $100 milion. Kush do që të flasin, diskutime e hapur. I nderuar zoti Berisha, i nderuar zoti Gjoka, të nderuar eksportues, së pari ne sot duhet jemi falendërues ndaj jush zoti Berisha që keni gjetur kohën për të qenë pjesë e këtij takimi. Ne në fakt si eksportues nuk është takimi i parë që kemi kërkuar dhe kemi realizuar, kemi bërë një sër takimesh tjera me qeverinë aktuale, edhe me kryeministrin aktual, por industria jonë ashtu si dhe ju e përmendet, është një gjendje jo shumë të mirë. Kjo për vetë faktin se unë jam përfaqësuese e kompanisë Relikaj dhe kompania Relikaj ndodhet në Koplik të Malësisë së Madhe, një prej zonave mund të them më të prekura në këtë fushë. Gjatë këtyre viteve dhe konkretisht në këtë 3 vjeçarin e fundit kemi pasur një rritje të stokut të produkteve të Sherbelës. Nga ana tjetër mund të them që këtë vit kemi një humbje të madhe të interesit të fermerëve për prodhimin dhe vazhdimin e kultivimit të këtij produkti. Ashtu si dhe ju e përmendet, ne zëm një pjesë të një hapësirë tepër të madhe të eksporteve shqiptare, si dhe të qarkullimit të ardhurave të këtij vendi, por biznesi shqiptar sot nuk kërkon lëmosh, as nga shteti, as nga qeveria, ne kërkojmë mbështetje, kërkojmë zgjidhje të situatave, dhe një prej situatave aktuale është tepër e rëndë. Unë mendoj që ne si eksportues mas 3 viteve do përballemi një problematikë edhe më të madhe, që do jetë humbja e produkteve dhe e lëndëve të para, pasi humbja e interesit kaq të madh të fermerëve, madje edhe ikja e tyre do krijoj një ulje të këtyre produkteve.
Ne jemi eksportues dhe kemi marrë përsipër riskun që të zhvillojmë vetë bizneset, pasi çdo biznes në botë realizon vetë kontratat, realizon vetë proceset, realizon vetë zhvillimin e atij biznesi, por qeverit duhet të jenë të pranishme pranë bizneseve, duhet të jenë të pranishme në zgjedhjen e situatave mallore, siç është rasti që kemi pasur në këto 3 vite që ka qenë zhvlerësimi i euros dhe i dollarit, një humbje kolosale për eksportuesit shqiptar dhe konkretisht për industrinë tonë. Nga ana tjetër, kemi pasur problematik tepër të madhe, është rasti që zoti Gjoka përmendi. Ne jemi pothuajse 80% eksportues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rritja e kësaj takse dhe vendosja e kësaj takse kërkon automatikisht destabilizim të bizneseve. Prandaj, këto dhe shumë problematikat e tjera ku mendoj edhe kolegë dhe eksportuesit, grumbulluesit që janë pranishëm këtu, mund t'i përmendin me fakte, por unë doja t'ju ftoja që t'jeni i pranishëm dhe të realizojmë një takim në Malësi të Madhe, si një prej zonave që është prekur në mënyrë të drejtë për drejtë. Ne sot kemi fermerë që kanë sasi tepër të larta stoku dhe për 2 muaj ne do t'jemi të pranishëm për sezonin e ri, ku unë personalisht si përfaqësues e kësaj kompanie nuk e di me çfarë zgjidhje do afrohemi ndaj këtyre fermerëve. Prandaj, meqense jemi dhe në kohë fushate, është tepër frymëzuese besoj edhe për fermerët dhe në këtë pikë që të jemi sa më afër tyre. Ne si biznesi jemi munduar të japim alternativa. Kemi krijuar stoqe vetë për brenda kompanive tona, por nuk kemi fuqinë të japim zgjidhje fermerëve për situatën aktuale. Unë ju falenderoj edhe një herë dhe kërkoj ndjes për kohën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kush e fjalën tjetër? Ratë parë ju falenderojnë zoti Berisha për pjesëmarrjen e takimit që po merrni me ne për kohën që konsumoni dhe ju urojmë që edhe fitore me 11-ën, po edhe sikur të mos fitoni, opozita është pjesë e fuqishme e vendimarrjeve që duhet bërë. Po neve dëshirojmë që ju t'jeni fitues për gjërat që heq sektori bujqësisë në përgjithësi, dhe unë dua të them 2-3 gjëra se edhe shumë veta jemi edhe duhet mos u zëm kohën. Puna fillon nga njerëzit. Njerëzit në sektorin e bujqësisë janë simpatizant, militant të smur, bile për të mos thënë edhe jashtë kategorisë kualifikimeve të domosdoshme që kërkon bujqësia. E para, e dyta që duhet, do me thënë, që them juve, që bujqësia nuk mund të futet e gjitha në një grupim, ajo ka specifikat e veta, dhe naj është e domosdoshme që skema mbështetëse të jenë për bujqësinë jo skematike, por ato duhet i shkojnë e kuptoni si pas profileve, se vetëm një shembull do t'u them, që unë vajta që në 10 e këte janë marrë me bimët mjekësore, por kam qenë shef finance në një kooperativë bujqësore të Kurveleshit, e cila kishte 30.000 krerë bakti dhe të imta, dhe i mbajtën edhe deri në një farë periudhë gjatë kur filluan tua 10 fishonin taksën e kullotës dimrore, se ashtu e zona, 6 muaj verë, 6 muaj dëbor. Pra, nuk duhet skematizëm, po duhet të shkojës drejt specializim kooperime. Dhe mendoj se Shqipëria ka nevojë, e kuptonti, që të ketë edhe një harmonizim qëllimeve kryesore, do më dhënë të shërbejnë njëri tjetër. Dhe një nga shërbimet më të mëdha që mund të kryet turizmit është bujqësia. Për bimët mjekësore është pjesë e boshatisjes së Shqipërisë rezultat i jo i mungesës parave, po i mungesës së skemave të përdorura dhe i vajtjes jo në destinacionin e fermerit. Fermerit i kërkohet të di kinesë, i kërkohet të di anglisht, do më thënë, se çfarë bëjnë punonjësit e bujqësisë, se çfarë bën të tjerë, vjen pare të marrën ata që rrinë te kryetari i partisë e pinë raki gjithë ditën, apo bëjnë qellojnë me gur opozitën apo tjetrin. Ju lutemi shumë. Juve jeni personalitet për Shqipërinë
në pushtet dhe në opozit. Ne e kërkojmë ndihmën tuaj për arsye se këtu s'na ecët. Ju thatë shumë gjëra dhe ne ju falenderojmë. Unë personalisht e kupton të ju falenderoj. Ndërë zotin Kuka. Kush këtë fjallën tjetër? Pjeqi këtë lutëm. Se shumë njëri shëtitës për njësë. Faleminderit. Nderuar zot Berisha, nderuar koleg, faleminderit. Jam përfaqësues i MEA SHPK me biznes kryesor në Malësitë Madhe, Sarandë dhe Tiranë. Qëllimi im këtu është që të di se çfarë doni të bëni për shpirtin e biznesit tonë që janë fermerët. Ne si biznes kemi mjaft problematike që u thanë, por pa fermerët nuk kemi ku të shkojmë. Fermeri në Malësitë Madhe nuk e ka të mundur të punojë më tokën, sepse gjithçka është shtrenjtuar. Fermeri në Malësitë Madhe do luftojë me komshion për të marrë grantin 30.000 lekë të reja për hektar, që është shaka. Nuk e kuptoj përse janë ulur subvencionet për industrinë e biomedicinale, sepse fermerët tonë janë shtresa më e varfër e shoqërisë, janë në zonat më rurale të mundshme dhe ne kërkojmë që pak më parë thej që inshallah bëjnë 50% e premtimeve. Ne jemi bërë për gjuna. Duhen 100% premtimeve. Dhe kjo që do bëhen është në animon. Në pamjetës për para. Shpresoj që të ndodhi. Sepse pa fermerët ne si biznes, si industri, brenda 4 viteve nuk do ekzistojmë. Flasën e që Eduardit lutë. Po, zotësh. Skema e subvencionit për fermerët për njësitë prodhimit e keni dhe në flet palosje do jetë pas një procedurë burokrative. Ne në atë planin para prak kemi planifikuar 20 lekë për kilogram bim e të rëvajore. Mjafton që në punësi publik të hyjë në sistemin tatimor dhe i dalin gjithë faturat që ju si grumulluesi keni prej fermerëve dhe 20 lekë për kile i shkon në llogaritë fermerit, pa aplikim pas një procedurë burokratike. Pjesa që tha zonja është shumë e rëndësishme, është pike programit Partisë Demokratike, ndërhyrja e qeverisë për pagesën me çmim minimal tregut të stokut. Sepse një nga fenomenet që ka larguar fermerët ka qenë ngelja kriza dhe tregut, quhen ngelja e stok e prodhimit. Sepse ju keni ndërhyrë sa keni mund, keni mbush ambarët tuaj, por një pjesë është e fermerët dhe kemi pa vetë Malësitë Madhe. Pike programit është ndërhyrja e qeverisë për të paguar fermerët me çmim minimal tregu për stokun që kanë ngelur. Kjo është për të mbajtur fermerët të lidhur me bujqësinë, me bimët e tërëvajore që janë një brend që ne kemi fatin që e kemi dhe nuk duhet ta lëmë të na zhduket, por duhet ta fuqizojmë kuadrin e programit për prodhimin madje në Albania. Kurse për grumulluesit, javën e parë, ka thënë doktor Berisha, do rregullohet TVSH-ja. Ju paguani në çmimin që bleni nga fermerët, inkorporuar në çmim është TVSH-ja dhe tatimet e tjera që fermeri paguan dhe shteti ja merr nëpërmjet tregtarit inputeve bujqësore. Një fermer që bie 1 kilogram bime terevajore të kjo ka paguar në kosto TVSH-n e naftës, TVSH-n e inputeve bujqësore, TVSH-n e energjisë elektrike dhe gjitha këto janë të llogaritura dhe ju do t'u njihet TVSH e kreditueshme me rregullimin, me barazimin e TVSH-s në blerje me në shitje. Sepse ju jeni eksportues, TVSH e eksportit është 0, është normë ndërkombëtare dhe ju takon të rimbursoni nga shteti TVSH-n që keni paguar në blerje. Kjo do rregullohet javën e parë të pushtetit dhe do jetë një zgjidhje sepse keni 4 vjet që paguani TVSH-t inkorporuar në çmim blerje dhe merrni 0 rimbursim, nuk u njihet. Kjo ishte pjesa teknike e programit. Doktori, ju falenderoj për kohën. Unë jam pjesë e re e këtij biznesi, e kam filluar fëmijë. Zotëria nga meja më kujtoi diçka, për 4 vjet ne s'do ekzistojmë më. Dikur një burr i vjetër në Fushbardh Gjirokastrës më ka thënë: "Po vazhdoi kështu, ne do themi dikur
blinim sherebel me lek. Nëse vazhdon kështu, ne jo për 4 vjet, po brenda vitit s'do ekzistojmë më. Duhet vendor patjetër në sektorin tonë. Ju jeni më të fortë dhe në opozit. Faleminderit për kohën. Kush e don fjalën ai problematik ndonjë që nuk ka dalë deri tash. Jepja. Unë e kam për problematik më tepër, jam nga vetë nga Fushkruja. Jam nga Fushkruja. Shtyp atë. Bashkia e Fushkrujës ka dhënë shumë sipërfaqe me kontrata 99 vjeçare për një pjesë njerëzish atje për t'i përdor gjoja për kultivimin e florës, e faunës egër. Po t'i pyesish njerëzit aty, nuk ato që e kanë marrë nuk e dinë se ç'do thotë fjala faun, por e dinë ato që i kanë dhënë. Edhe ato pak njerëz që kanë mbet aty që duan të mbledhin pinë në fondin pyjor, nuk mund të futen brenda tyre sepse i kanë marrë këto, që i kanë marrë me kontrata gjata, 99 vjeçare. Edhe ju kanë dhënë kryqe aty në hyrje dhe fshatarët e dinë që po pa të vënë kryqin e ka marrë dikush i fortë aty që ai nuk mund të futet aty. Ky është një fenomen që ekziston atje, por pak kush ose askush nuk flet për to. Njerëzit kanë pranuar dhe e shmangin këtë lloj debati edhe kanë pranuar ta braktisin. Faleminderit shumë. Ka një tjetër që t'japi fjalën doktor? Mirë, në qoftë se nuk ka një tjetër, t'japim fjalën doktor Berishës për konkluzionet e takimit. Ju falenderoj shumë për ndërhyrjet. Dhe ju garantoj se ne këtë çështje konsiderojmë një çështje rëndësie kombëtare. Jo vetëm të një rajoni apo të një rrethi. Jo. Përmendet Gjirokastrën, Delvinën, Përmeti, Skrapari, Gramshi, kudo, Shqipëria është trev shumë e pasur në bimë aromatike, në bimë mjekësore, me leverdi shumë të madhe për kultivimin, për trajtimin, për grumullimin, për punimin e eksportin e tyre. Kështu që ne spari Filipi në një takim të më parë më tha që duhet na rrjedhtoni me ullirin dhe harrorët. Kërkesa e tij ishte drejtë. Është shumë e drejtë. Kërkesa e Filipit është shumë e drejtë dhe ju garantoj që kjo do ndodhë në aktet më të para. Ne do të japim përparësi shumë të madhe këtij sektori. Çka do të thotë që për çdo hektar, për çdo njësi prodhimi, për çdo hapësirë, grumullimi, për çdo investim në përpunimin e tyre, në industrinë e tyre, ne do të qëndrojmë të vendosur të subvencionojmë, të kreditojmë me kredit buta, të krijojmë çdo lehtësi. Të krijojmë çdo lehtësi. Fitimet nga ky sektor, ju jeni realist sepse i dini vështirësitë që keni dhe keni ambicie për t'i dyfishuar, por potenciali i Shqipërisë është për t'i pesëfishuar ato, pa diskutim. Ne
80% të sipërfaqes e kemi sipërfaqe bimësh aromatike, bimësh medicinale, bimësh eterovajore. Plus që ne nuk duhet të hezitojmë, por të mbjellim edhe çdo gjë që bëhet në tokën tonë që tradit nuk e kemi nga këto bimë të kushtueshme. Studime më të thella duhet bëjmë ne me institutet tona për identifikimin sipas specieve, sipas grupeve të atyre që janë më të kushtueshmet, më fitimprurëset dhe të tilla ka plot Shqipëria. Pra, ne do të shënojmë një kthes rrënjësore në këtë sektor. Ku fermerët të mund të begatohen, të mund të rrisin mirëqenien e tyre, të mund të rrisin prodhimin kudo në këtë vend. Sot ju vuani nga rënja e euros. Kjo është kalimtare, por ju garantoj se mas datës 11 maj, bordi I parë që do të ngrihet, është bordi I mbrojtjes suaj nga kjo. Çfarë do thotë? Ju dhe të gjithë eksportuesve, shteti do të kompensojë rënjen e euros. Do të në një mënyrë që ju të vazhdoni me të njëjtin nivel fitimesh, bilancesh, si kundër euro të kishte kursin e saj natyral dhe jo kursin e drogës që I jep kanabis dhe kokaina në Shqipëri. Këtë e bëjmë për ju, e bëjmë për gjithë eksportuesit në Shqipëri. Shqipëria duhet eksportoj. Eksporti është prodhim. Made in Albania është krenari në tregjet e huaja, edhe në tregjet tona. Theksova çështjen e tarifave. Ne do të adaptojmë zero tarifa, por në rast se kjo nuk funksionon për arsye madhore të vendit tjetër që importon, apo arsyet që svaren prej nesh, atër ne do kompensojmë tarifet tuaj. Shteti do ta njollë dhe ta kompensojë 10%. Po, ne do ta nxisim këtë sektor, do e nxisim shumë. Do bëjmë, të kemi bindjen më të thellë se kjo është një pasuri e madhe. Edhe duhet ta shfrytëzojmë kudo që është. Ju do jeni pjesë e vendimeve tona. Prodhuesit. Grumbulluesit, përpunuesit. Do të jeni pjesë e të gjitha vendimeve që do marrim. Ky sektor duke dhënë përparësi, natyrisht nuk mund të jepet përparësi në letër, por përparësi jepet me mbështetje të fuqishme financiare në të gjitha hallkat e tij. Dhe e sigurt që nëse s'ka faktor të brendshëm që e dëmtojnë, tregun e ka dhe do vazhdoj të mbetet gjithnjë sektor fitimprurës për fermerët, po dhe për Shqipërinë në tërësi. Do të subvencionojmë dhe do të ofrojmë kredit buta për të gjithë ata që duan të fuqizojnë industrinë e përpunimit, në mënyrë që ne të eksportojmë sa të jetë e mundur më shumë produkte përfundimtare. Kjo është interesin e vendit dhe këtë do ta bëjmë. Për ta mbyllur këtë takim,
siguroni të gjithë, unë do vi të ndëgjoj edhe fermerët, plotësisht dakord. Kam shumë kënaqësi të takohem me ta dhe ti ndëgjoj. Por ju do t'i siguroni ata se një politik krejt tjetër, një qëllim krejt tjetër, ndaj tyre dhe ndaj këtij sektori do t'jetë. Ne kemi një praktikë shumë suksesshme, të themi atë që është. Kur e nisëm projektin e ullirit, ne kishim 4.2 milion raj ulli të trashëguar nga gjithë kohrat. E dorëzuam me 11.3 apo 6 milion raj ulli. Ne subvencionuam 2.500 deri në 3.000 euro hektarin e mbjellë me ulli. Ne do subvencionojmë fuqishëm sektorin e bimëve aromatike. Sikundër do i mbrojmë ato aty ku ato kërcënohen, sepse ka prej tyre bimë mjekësore, të cilat nga lakmia e madhe dhe mund t'i zhdukish. Edhe kjo nuk do ndodhë. Ne do përcaktojmë një kuadër shumë të mirë, që ato jo të mos zhduken, po të shtohen, të përdoren. Pra, do jetë një politik krejt e re, dhe me besim të madh se ju do ta zbatoni dhe ju do të bëj promotor të zbatimit të saj. Do të zhdukim drogën nga Shqipëria ne. Ne jemi kundër. Dhe u them atyre që morën ato licenca nga Edi Rama. Ato janë licencat e helmit. Më mirë mos bëni me katë të mbillni drogë, se absolutisht qeveria pas 11 majit do ketë një qëndrim shumë të rrept ndaj saj. Shqipëria nuk mund të zhvillohet mbi drogën. Shqipëria ka trashëgiminë e saj natyrore fantastike, të jashtëzakonshme. Ndaj dhe ato licenca ju bëj thirrje atyre fermerëve që i morën për vota, t'ja djegin, mos mbushin ato sipërfaqe me kanabis, me bim helmi, por të shojnë dhe të mbjellin bim aromatike, të mbjellin rigon, të mbjellin shërbel, të mbjellin të gjitha llojet e bimve, të cilat ka një eksport, janë me një kontribut të madh. Shumë faleminderit.